veçantë, zonë Mërtiri, që edhe përfaqësuesit e partive më të vogla, po i quajmë partive më të reja, nuk kanë qenë edhe fort të mirëseardhur përsa i takon pikërisht protestës, edhe në raste kur ata kanë dashur në një mënyrë ose në një tjetër që të marrin disi vëmendjen, po e quaj ose protagonizmin, kjo është refuzuar në mënyrë kategorike nga ana e protestuesve. Çfarë do thotë kjo për ju dhe fakti që partitë e vogla vazhdojnë të insistojnë në këtë dëshirën për të marrë, po themi aq sa munden përfitime nga kjo protestë? Po, është e kuptueshme që edhe partitë e reja kanë pasur problemet e tyre, të cilat kanë prodhuar një lloj pakënaqësie apo besueshmërie tek një pjesë e elektoratit. Fakti që kanë sulmuar shpesh një tjetrin është një prej. Nuk them se kanë mentalitet të vjetër, sepse mentaliteti këtyre të vjetrit është Zoti na ruaj, kështu që ata të ret me gjithë problemet që kanë nuk janë. Sigurisht nuk janë në këtë nivel. Megjithatë, shenja kanë dhe politika sigurisht që është në thelb politika i prish njerëzit nga ky aspekt, sepse ke të bësh me pushtetin, ke të bësh me akumulim pushteti etj. Po, kjo është temë vete. Gjithsesi, unë besoj që protesta duhet të aleat me partitë e reja, pavarësisht, unë nuk jam që t'ju lihet mikrofoni partive të reja, pra të mos politizohet protesta, megjithatë, protesta i ka dyrë të hapur dhe duhet i ketë për të gjithë anëtarët e sidomos të partive të reja, sepse në thelb protesta është antisistem dhe partitë e reja janë dhe duhet të jenë antisistem. Dhe protesta duhet të jetë në aleancë me çdo që është antisistem. Kryesisht unë shoh dhe identifikoj në të gjithë faktorët institucional apo dhe politik në Shqipëri, po kryesisht institucional, identifikoj SPAK-un si aleatin më të madh protestës. SPAK-u po ndihmon protestën dhe